Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për rrezikshmërinë e hipopotamëve. Hipopotami është një nga kafshët më të rrezikshme të Afrikës. Megjithëse duket i qetë kur pushon në ujë, ai mund të bëhet shumë agresiv kur ndihen rrezik ose kur dikush i afrohet territorit të tij. Disa fakte interesante janë: ai peshon 3 deri në 4 tonë. Vrapon në tokë me shpejtësi deri 30 km/h në distanca të shkurtra, ka nofulla jashtëzakonisht të fuqishme dhe dhëmbë të gjatë që përdoren për mbrojtje dhe luftë. Mbron me forcë territorin e tij, veçanërisht në ujë, dhe çdo vit shkakton më shumë viktima njerëzore në Afrikë sesa shumë grabitqar të tjerë të njohur. Hipopotami është një kafshë shumë e madhe. Gjatësia e tij arrin 3.3 deri në 5 metra. Lartësia në shpatulla është rreth 1.4 deri 1.7 metra. Pesha e tij zakonisht arrin 1.5 deri në 3.2 tonë, por meshkujt më të mëdhenj mund të kalojnë edhe në 4 tonë. Të porsalindurit peshojnë rreth 25 deri 50 kg, por rriten shpejt falë qumshit të nënës së tyre. Një fakt interesant është se edhe pse është kaq i rëndë, hipopotami mund të lëvizë me shpejtësi të habitshme, si në tokë ashtu edhe në ujë. Ai nuk noton si shumica e kafshëve, por lëviz duke u shtyrë dhe duke ecur përgjatë fundit të lumit dhe liqenit. Hipopotami është kryesisht barëngrënës. Ai ushqehet kryesisht me barë të ndryshëm në savana dhe livade, me bimësi të ulët pranë lumenjve dhe liqeneve, dhe her pas here mund të hajë dhe fruta që kanë rënë në tokë. Hipopotamët zakonisht dalin për të ushqyer natën, kur temperaturat janë të ulta dhe vendi është i freskët. Gjatë një nate, një hipopotam i rritur mund të hajë rreth 30 deri 40 kg barë. Për shumë vite, kjo kafshë është konsideruar plotësisht barëngrënëse, por ka pasur disa vëzhgime të ralla ku hipopotamët janë parë duke ngrënë mish ose kërma, por kjo nuk është pjesë normale e dietës së tyre. Një fakt interesant është se megjithëse janë kaq të mëdhenj, stomaku i tyre është i përshtatur për të përpunuar kryesisht bimë dhe jo mish. Për hipopotamët ka shumë histori interesante. Në shumë lumenj të Afrikës, peshkatarët dhe udhëtarët kanë mësuar të tregojnë kujdes të madh kur kalojnë pranë hipopotamëve. Ka raste kur varkat e vogla janë përmbysur nga hipopotamët, që mendohet se mbrojnë territorin në të cilin rrinë dhe të vegjëlit e tyre. Kjo është arsyeja pse banorët vendas i respektojnë shumë dhe i konsiderojnë ndër kafshët më të paparashikueshme. Një fakt tjetër interesant është se në kulturën e lashtë e Egjiptit, hipopotami kishte një vend të veçantë në mite dhe besime. Perëndesha Taveret shpesh paraqitej me pamjen e një hipopotami femër dhe konsiderohej mbrojtëse e nënave dhe fëmijëve. Hipopotami ka gojë shumë të madhe dhe hapja e gojës së tij arrin 1.2 metra. Është aq e madhe sa një njeri i rritur mund të futet brenda saj. Gjithashtu, kjo kafshë e kalon pjesën më të madhe të ditës në ujë për të freskuar dhe natën ecën disa kilometra për të kërkuar ushqim. Hipopotami ka një shikim të mirë, por jo aq të mprehtë sa disa grabitqar të tjerë. Sytë e tij janë të vendosur lart në kokë, dhe kjo bën që ai mund të shohë mbi sipërfaqen e ujit, ndërsa pjesa tjetër e trupit qëndron e zhytur në ujë. Ai shikon mjaft mirë gjatë ditës dhe në musk. Kur futet në ujë, sytë e tij mbyllen me një membranë mbrojtëse që i ndihmon të mbrohen. Ai gjithashtu mbështetet shumë te dëgjimi dhe nuhatja për të dalluar rreziqet nga kafshët e tjera. Lind pyetja: kur shumohen hipopotamët? Hipopotami nuk shumohet domosdoshmërisht vetëm një herë në vit. Ata mund të çiftëzohen në periudha të ndryshme të vitit,
Megjithëse në disa rajone, lindjet janë më të shpeshta në stin të caktuara. Një fakt interesant është se shtatzania e hipopotamit zgjat rreth 8 muaj. Zakonisht, hipopotami lind vetëm një hipopotam të vogël. Hipopotami i vogël peshon rreth 25 deri në 50 kg pas lindjes. Nëna e mbron me shumë kujdes dhe shpesh e lind në ujë ose pranë ujit. Hipopotami i vogël mund të pijë qumësht edhe kur është nën ujë. Femrat zakonisht lindin një hipopotam çdo 2 deri 3 vjet, sepse kujdesen për një kohë të gjatë për rritjen e tyre. Mishi i hipopotamit në disa vende është konsumuar tradicionalisht nga njerëzit. Historikisht, në disa zona të Afrikës, hipopotamët janë quajtur për mishin dhe lëkurën e tyre. Mishi i hipopotamit konsiderohet i ngrënshëm dhe përshkruhet si mish i kuq me shije, dhe disa e krahasojnë me mishin e viçit, por që është pak më i fortë. Në shumë vende, gjuetia e hipopotamëve është kufizuar për arsye të ruajtjes së popullatës së tyre. Hipopotamët janë kafshë të mëdha dhe të rrezikshme, prandaj gjuetia e tyre është shumë e rrezikshme. Statusi i mbrojtjes ndryshon sipas vendit dhe rajonit. Një hipopotam i rritur mund të japë qindra kilogram mish, dhe kjo ka qenë arsyeja që ai është quajtur gjithmonë nga njerëzit në disa zona. Lind pyetja, cilët janë armiq natyror të hipopotamit? Hipopotami ka shumë pak armiq natyror kur është i rritur, sepse ai është jashtëzakonisht i madh, i fortë dhe agresiv. Armiqt kryesor janë luani. Tufat e luanëve mund të sulmojnë hipopotamët e rinj dhe të dobësuar. Krokodili i Nilit, ai mund të sulmojë hipopotamët e vegjël dhe zakonisht shmang hipopotamët e rritur, dhe njerëzit të cilët merren me gjuetinë e hipopotamëve. Hipopotamët e vegjël janë më të rrezikuar se hipopotamët e rritur. Për këtë arsye, nënat e hipopotamëve janë shumë mbrojtëse dhe mund të bëhen tepër agresive nëse ndiejnë rrezik për të vegjëlit e tyre. Një hipopotam i rritur, veçanërisht një mashkull i madh, mund të përballojë shumicën e grabitqarëve dhe shpesh konsiderohet një nga kafshët më dominante pranë lumenjve afrikanë. Hipopotami jeton zakonisht 35 deri në 40 vjet në natyrë dhe 40 deri 50 vjet dhe më shumë në kopshtet zoologjike ku ka ushqim të rregullt dhe kujdes veterinar. Femrat dhe meshkujt kanë një gjatësi të ngjashme. Megjithëse në natyrë, meshkujt shpesh përfshihen në shumë përleshje territoriale, të cilat mund të shkaktojnë plagë serioze. Një fakt interesant është se pavarësisht madhësisë së tyre të madhe, hipopotamët kujdesen shumë për lëkurën. Ata prodhojnë një lëng të veçantë me ngjyrë të kuqëremtë që ndihmon në mbrojtjen e lëkurës nga dielli dhe bakteriet. Një veçori shumë interesante e hipopotamit është se lëngu i kuqëremtë që mbulon lëkurën e tij prodhohet nga gjendra të veçanta në lëkurë. Kur kafsha qëndron jashtë ujit, këto gjendra sekretojnë një lëng pa ngjyrë, i cili më pas bëhet i kuqëremtë ose portokalli kur ekspozohet në ajër. Ky lëng që sekretohet te hipopotamët quhet djersa e kuqe, por në të vërtetë nuk është djersë si ajo e njerëzve. Ky lëng ka disa funksione të rëndësishme. Ndihmon në mbrojtjen e lëkurës nga rrezet e diellit, ndihmon në mbajtjen e lëkurës me lagështi dhe ka veti antibakteriale që ndihmojnë në parandalimin e infeksioneve. Përmbajtja e këtij lëngu dhe koha që kalojnë në ujë i bën hipopotamët të arrijnë të mbrojnë lëkurën e tyre të ndjeshme nga nxehtësia e fortë afrikane. Hipopotami është një kafshë që ka përmasa shumë të mëdha për disa arsye evolutive.
Trupi i tij i madh vështirëson luanët dhe grabitqarët e tjerë që ta sulmojnë. Meshkujt e mëdhenj fitojnë përleshjet për territor dhe për çiftëzim. Kafshët e mëdha të hipopotamit humbasin energji më ngadalë se ato të voglat. Hipopotami bën një jetë gjysmëujore. Uji mban një pjesë të peshës së trupit të tij, dhe kjo e ndihmon atë që të mos lodhet vazhdimisht nga graviteti. Gjithashtu, tek hipopotamët, trupi i madh dhe i fuqishëm ndihmon prindrit të mbrojnë të vegjëlit. Një fakt interesant është se hipopotami është një nga gjitarët më të mëdhenj tokësor në botë, pas elefantëve dhe disa llojeve të tjera të rinocerontëve. Shkencëtarët mendojnë se paraardhësit e hipopotamëve kanë jetuar 50 deri 60 milion vjet më parë. Për një kohë të gjatë mendohej se ata ishin më të afërt me derat, por studimet moderne dhe ADN-ja tregojnë se të afërmit e tyre të gjallë janë balenat dhe delfinët. Kjo do të thotë se hipopotamët dhe balenat kanë pasur një paraardhës të përbashkët që jetonte miliona vjet më parë, dhe me kalimin e kohës, një deg evoloi drejt jetës plotësisht ujore dhe zhvilloi balenat dhe delfinët. Dega tjetër mbeti e lidhur me tokën dhe u zhvilluan hipopotamët e sotëm. Prandaj, edhe pse duken krejt të ndryshëm, hipopotamët janë më të afërt me balenat sesa me derat. Një fakt interesant është se hipopotamët kalojnë shumë kohë në ujë, por nuk janë notarë të vërtetë si balenat. Ata zakonisht ecin ose shtyhen gjatë fundit të lumit. Siç e kemi përmendur dhe më përpara, hipopotami nuk mund të notojë si balenat dhe delfinët. Trupi i tij është shumë i rëndë dhe i dendur, prandaj ai zakonisht ecën në fund të lumit dhe liqenit. Pastaj ai e shtyn trupin e tij nga fundi i lumit dhe ngrihet drejt sipërfaqes për të marrë frymë. Ai mund të lëvizë me lehtësi në ujë, por jo duke notuar në kuptimin klasik. Hipopotami mund të qëndrojnë në ujë rreth 3 deri 5 minuta dhe pastaj mund të dalë në sipërfaqe për të marrë frymë. Këtë veprim hipopotami e bën edhe duke fjetur. Pra, mund të themi se hipopotami është një kafshë shumë e aftë në ujë, por teknikisht është më tepër një ecës dhe kërcyes nën ujë, sesa një notar i vërtet. Një fakt interesant është se hipopotamët e vegjël janë më lundrues se të rriturit. Hipopotami qëndron zakonisht 3 deri në 5 minuta nën ujë, pa dalë për të marrë frymë. Shumica e hipopotamëve dalin për të marrë ajër çdo 3-4 minuta. Nëse është i qetë dhe i palëvizshëm, ai mund të qëndrojë nën ujë rreth 5 minuta, ndonjëherë edhe pak më gjatë. Kur flen nën ujë, trupi i tij ngrihet automatikisht në sipërfaqe për të marrë frymë dhe më pas zhytet përsëri pa u zgjuar plotësisht. Kjo është një përshtatje shumë e dobishme, sepse i lejon hipopotamët të kalojnë pjesën më të madhe të ditës në ujë për të mbrojtur nga nxehtësia e fortë e diellit. Hipopotami ka një zemër shumë të madhe. Kjo gjë është karakteristike për shumë kafshë që peshojnë disa tonë. Zemra e një hipopotami të rritur mund të peshojë rreth 10 deri 15 kg, ndonjëherë edhe më shumë. Ajo pompon gjak në një trup që mund të peshojë mbi 3000 kg. Zemra dhe sistemi i qarkullimit të gjakut janë përshtatur për të përballuar zhytjet e shpeshta nën ujë. Pavarësisht madhësisë së madhe, zemra e hipopotamit përbën vetëm një pjesë të vogël të peshës së tij totale, ashtu siç ndodh te shumica e gjitarëve. Një fakt interesant është se zemra e një hipopotami është shumë e madhe se zemra e njeriut, e cila zakonisht peshon vetëm
250 deri në 350 gram. Lind pyetja: a mund të zbuten hipopotamët? Hipopotami mund të mësohet deri diku të tolerojë praninë e njerëzve nëse rritet që i vogël, por nuk konsiderohet një kafshë e zbutur. Ka pasur raste kur hipopotam të rritur nga njerëzit janë bërë të afërt me kujdestarët e tyre. Megjithatë, ata ruajnë instiktet e tyre të egra. Mund të bëhen të paparashikueshëm edhe pas shumë vitesh. Forca e tyre është aq e madhe sa një reagim i papritur mund të jetë shumë i rrezikshëm. Kjo është arsyeja pse hipopotamët nuk janë zbutur kurrë si qentë, kuajt apo lopët. Për mijëra vjet njerëzit kanë zbutur kafshë që janë më të lehta për t'u kontrolluar, shumuar dhe menaxhuar. Hipopotamët janë shumë territorial, agresiv dhe kërkojnë sasi të mëdha ushqimi dhe ujë. Prandaj, hipopotamët edhe kur duken të qetë, specialistët i trajtojnë gjithmonë me kujdes të madh. Lind pyetja: sa dëm ka hipopotami? Hipopotami i rritur zakonisht ka 36 deri në 40 dëm. Disa prej tyre janë veçanërisht të mëdhenj. Dhëmbët e përparëm, që quhen prerësit, dhe kaninët vazhdojnë të rriten gjatë gjithë jetës. Kaninët mund të arrijnë deri në 50 cm gjatësi. Këta dëm përdoren kryesisht për mbrojtje në luftë. Megjithëse ushqehet kryesisht me bar, hipopotami ka një nga nofullat më të fuqishme në mbretërinë shtazore. Kur hap gojën, këndi i hapjes mund të arrijë afërsisht 150 gradë. Një fakt interesant është se dhëmbët e mëdhenj të hipopotamit janë përdorur historikisht si material për gdhëmbje, sepse ngjajnë me fildishin. Hipopotami pi sasi të konsiderueshme ujë, por jo aq sa mund të mendohet nga madhësia e tij. Një hipopotam i rritur mund të pi 10 litra ujë në ditë. Shpesh ai pi rreth 50 deri 100 litra, në varësi të temperaturës, ushqimit dhe aktivitetit. Një pjesë e ujit që i nevojitet merret nga bari dhe bimët që konsumon. Duke kaluar shumicën e ditës në ujë, ai u mbet më pak lagështi nga trupi sesa shumë kafshë të tjera të mëdha toksore. Interesante me këtë kafshë është se megjithëse jeton pranë ujit dhe kalon orë të tëra në të, hipopotami nuk pi vazhdimisht ujë. Ai zakonisht pi kur del për të ushqyer dhe kur ka nevojë për t'u hidratuar. Hipopotami ka thonjë mjaft të mëdhenj dhe të fortë në këmbë. Një fakt interesant është se çdo këmbë ka 4 gishta. Në fund të secilit gisht ka një thua të fortë. Thonjt nuk janë të prehtë si ktetrat e luanëve dhe tigrave. Ata shërbejnë kryesisht për të mbajtur peshën e madhe të trupit dhe për të siguruar qëndrueshmërinë në baltë, në brigje dhe në fund të lumenjve. Gjurmët e hipopotamit janë shumë të mëdha dhe mund të arrijnë rreth 30 cm dhe më shumë në gjerësi. Kjo varet nga madhësia e kafshës. Edhe pse thonjt nuk përdoren si armë kryesore, një hipopotam mund të shkaktojë dëme të mëdha vetëm me peshën dhe forcën e këmbëve të tij. Por armët kryesore të hipopotamit mbeten gjithmonë nofullat e fuqishme dhe dhëmbët e mëdhenj. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.